që të tregojmë për kushtimin ton, që ndërmjet veriut dhe jugut të ketë sa më shumë komunikim, qarkullim, bashkëpunim e shkëmbime. Gjithë shka që bëjmë është në përputhje me planet tona, sipas ligjit dhe gjithashtu për të mirën e të gjithë qytetarëve. Ata të cilët kanë dilema, lirish mund të na kontaktojmë dhe ua shpjegojmë me përpikëri dhe durim. Pas ndërtimit e urave, prioritet kemi vendos edhe aktivitetet e tjera dhe projektet e tjera infrastrukturore, njëri ndërto është edhe transporti urban i përbashkët, e ura është ideale që me kalu edhe transporti publik për mbi 2 ura edhe ti lidh qytetarët e veriut dhe jug. Urat si ura, gjithmonë janë ura të paqes, ura të qarkullimit, ura të njerëzve. Edhe atë nuk shoh kur gjë të keqe. Çdo urë është e mirëseardhur për të gjithë, për të gjithë komunitetin që jetojnë këtu. Është ura kryesore, unë nuk po di tash. Kjo ura kryesore është nuk di çka me marruha të tjerat. Që është ura shumë e mirë, është e madhe ura për gjitha, për komunikacion, për udhëtar. Se ata ma mërmenja që ka nevoj për tjera ura këtu. Pored postoje që nema potrebe, ali zakon jačeg. Šta da radim? Jel mislite da će vam ti mostovi biti od koristi? Ma Jedan ja. će biti za pešake, jedan za Ma nikako. Pa mi imamo most, a zna se zbog čega ne. Ne funkcioniše i onda nema potrebe za drugim. Ma kakav most, bre, to samo da prosipaju pare, da gube vreme tu. Pa vidiš da nema više naroda. Prej neve është kërkuar që t'i bëjmë matjet e nevojshme, në mënyrë që të vlerësohet qëndrueshmëria e urës. Matjet i kemi bërë, ura është e qëndrueshme. Kur do të hapet, kjo varet edhe nga karabinjerët italian.